Për shembull, mund të shpjegoj një fakt që Po. dy grupet që u ndanë brenda 167-shës ishin persona me kancer të avancuar, si shtam. Pra, ishte një grup që kishte një lloj kanceri të caktuar me mutacionet e tij, SR1, HER2, që është Herceptin 2, etj, të cilët morën trajtimet e synuara që përputheshin me rezultatet e CT-ADN-s, pra tumorit aktiv në qarkullim, që u kap mes testit gjakut, dhe kishte një grup të dytë pacientësh që e filluan këtë trajtim për të parë përparimin e sëmundjes. Dhe u vure që ata kishin një 10.2 muaj krahasuar me të paktën 4.4 muaj përgjigje më të mirë, dhe u vure që tumorët e tyre u tkurën mas trajtimit, pra mas 4 javësh tumori ose u zhduk ose u tkur. Të njëjtën e vumre dhe ke ata që ishin më të avancuar, me Herceptin 3, pra 3 fish negative, në një raport tjetër. Pra, kishim në fund fare një 40% të atyre me nivele më të ulta të ADN-s, CT-ADN-s, krahasuar me 9.7% të atyre me nivele më të larta.